Një postim i mjekut torakal Visar Xhaperi në Facebook ka alarmuar opinionin, por edhe ka ngritur shqetësime. Edhe sa pacient duhet të vdesin nga kanceri i mushkrive që Ministria e Shëndetësisë ta nisë skriningun dhe qeveria të sigurojë fondet për realizimin e tij, pyet ai. Ai ka bërë thirrje publike për nisjen urgjente të programit të skriningut për kancerin e mushkrive në Maqedoninë e Veriut, duke kritikuar institucionet për mos realizimin e këtij detyrimi. Në një postim në rrjetet sociale, Xhaperi thekson se brenda vetëm 8 ditëve në ambulancën e kirurgjisë torakale në Tetov janë paraqitur 4 pacient me kancer të mushkrive në fazë shumë të avancuar dhe të paoperueshme. Gjurmëve të këtij postimi, televizioni Koha bisedoi me mjekun Visar Xhaperi lidhur me seriozitetin e situatës. Është një çështje e cila i takon qeverisë, Ministrisë Shëndetësisë. Ne për këtë kemi pas personalisht unë takime me disa nga ministrat e shëndetësisë, dhe tani pavarësisht ndryshimeve apo jo ndryshimeve, unë doja të bëj apel sepse ne kemi edhe diçka shtesë në Pollok. Ne kemi pas një fabrikë të Jugokromit, e cila në qoftë se kanceri i mushkrive ka qenë është si pasojë e duhanpirjes në nivel tepër të lartë, Polloku këtë mund ta ketë edhe 2 fish më lart apo 3 fish më lart për shkak fabrikës Jugokromit. Pra kjo tek ne është diçka edhe shumë më e lartë, sepse për shkak prezencës së asaj fabrike, ndotjes saj që ka bërë me vite dhe nivel republikan ne jemi më të rrezikuarit. Prandaj unë domethënë bëj apel, domethënë strukturave shtetërore, qeverisë fillimisht, pasi që shumica në rasteve ata thuan se buxheti ose do të jetë nga jashtë, nga domethënë fondet evropiane, apo do të jetë diçka nga vetë shteti jon, dhe ajo e cila duhet ta aplikojë këtë është Ministria e Shëndetësisë. Mjeku Visar Xhaperi ka potencuar domosdoshmërinë e kontrolleve, pasi sipas tij diagnostifikimi i hershëm shpëton jetë. Të gjithë ata mbi 50 vjet, të cilët kanë konsumuar duhan mbi 10-15 vjet, detyrohen një herë në vit të bëjnë CT, tomografi të kompjuterizuar të kafazit krahërorit, pra të mushkrive. Që në qoftë se rastësisht ai çdo vit duke bërë CT, diagnostikohet, shifet ndonjë masë e vogël në fillimet e saj, ajo të operohet. Në qoftë se ka ndonjë histori familjare, nga ndonjë familjar i vet, në pemën e tij familjare me karcinom mushkrive, a kjo është diçka opcionale, kjo i shtohet e treta. Pra dy kushtet basjan, pacientët mbi moshën 50 vjeçare, të cilët kanë pi duhan 10-15 vite minimum. Madje edhe në qoftë se duhanin e kanë ndërprer vitet e fundit, kanë pi më herë në moshën e re. Këta duhet futen në këtë screening. Parafërsisht numri i personave të cilët pin duhan, burra dhe gra, me statistikat shtetërore, duke i marrë nga enti, nga klinikat e Shkupit të onkologjisë, nga statistikat e terminit tim në, domethënë, në mjekësinë terciare ose kuaternare, neve kemi diku te 114.000 pacientë të cilët duhet t'i nënshtrohen këtij screeningut. Xhaperi thekson se kanceri i mushkrive është smundja malinje me shkallën më të lartë të vdekshmërisë në vend, duke shtuar se askush, pavarësisht pozitës apo pasurisë, nuk është i paprekshëm nga pasojat e diagnostifikimit të vonshëm. Sipas tij, gjatë vitit të kaluar në klinikën e onkologjisë në Shkup janë regjistruar rreth 1200 raste me kancer të mushkrive, ndërsa në të gjithë Maqedoninë e Veriut janë operuar vetëm 80 deri 90 pacient, gjë që sipas mjekut tregon se shumica e rasteve zbulohen në fazë të avancuara kur ndërhyrja kirurgjikale nuk është më e mundur.